speca, domate, kunguj, të gjitha këto të mbushura me oris edhe me gjitha të gjëra të tjera. Janë tani t'u tregoj se si do t'i bëj të mbushura unë. Të them të vërtetën që nuk e kisha provuar ndonjëherë këtë gjë, se më dukej pak e vështirë, nuk është fare e vështirë, vetëm që do pak shumë kohë. Në fillim duhen larë të gjitha zarzavatrat, edhe duhen prehur, kuptohet. Preva qepën, tani këta specat, si duhet i boshatis nga farat, t'u heq farat, edhe pastaj ti mbuloj prap me kapak, se duhet i mbush me oris edhe me të gjitha këto gjërat e tjera. Kështu i bëj të gjithë specat me radhë. Unë bëra 3-4 speca, se okej, nuk jemi familje madhe. Një kungull e preva, si të shikoni në mes, edhe pastaj ja hoqa këtë zemrën e kungullit, si e themi, ja hoqa me një lugë. Kuptohet që këtë nuk e hedhim poshtë, do ta hedhim brenda tek mbushja, tek orizi edhe të gjitha këto tjera, ndaj edhe po e pres se bëj copa të vogla edhe e lë në anë bashkë me qepën. Tani është radhe domates, edhe domaten po ashtu e pastroj me një lugë brenda që ja heq këtë zemrën e domates, edhe i mbuloj me kapak se do t'i lë më njanë që t'i mbush pak më vonë. Pas domates e ka radhën karota, të cilën do ta bëj në blender, në mixer, do ta pres në copa të voçkla, që ta kem gati për më vonë, edhe do t'u grij edhe një spec brenda. Kështu i përgatit këto zarzavate dhe prisnim për pjesën e dytë.